28 euro. Varka u përmbys! Kjo është pjata e Batos, por është duke ngrënë nga pjata ime se di qa. Ska një vend posaçëm për fëmijët dhe gjëja më cute që kam bërë këtu. Që ka si kinema e vjetër. Rio! Një tjetër vlogmas. Sot do kalojmë paraditën bashkë me Batolinën. Kam vendosur që sot do dalim në Baton dhe do bëjmë disa nga gjëra që kam më shumë qef të bëj këtu. Gjithmonë duke pasur mundësi që Bato të qëndroj dhe mos mërzitet. Jam parkim këtu të 7 Xhuxhat, si që të regova para ca ditësh që ishte vëndi ku vinim dhe na sillte mami për të bërë lojrat. Tani, vlogu nisi çuditshëm sepse Bato është në gjumë. E zdërgjojmë makinë. Sepse gjithmonë kështu ndodh, kur ti do të dalësh dhe të bësh gjëra dhe do qaj të rizgjumë. Flen gjumë, kur ti do qaj të fle gjumë. Veç sa Bato në zdërgjë gjumi, sot është një erë që të merr me vete. Shikoj dhe flokët e mia si u bën. Më shoftë se dola si njeri nga shtëpia. Vendosa të vi te galeria e TC, me që filloi kjo era dhe thash po shkoj tek një dyqan librash që ka këtu që më pëlqen shumë dhe nëse zgjohet Bato pastaj ta fus tek lodrat këtu dhe më pas do drejtohemi në pjesët e tjera që kisha dëshirë të bëja. Dyqani quhet Bookland, ju kam sjell edhe një herë tjetër nëse mbani mend ose jo, nuk e di. Dhe dua të shoh disa tituj autorë shqiptar. Po ju tregoj pak zbukurimet në ETC. Po t'ishte zgjuar Bato, kjo do ishte zgjedhja e tij njëherë. Që ka një nga advent kalendarët më të bukur që kam parë, bashkë edhe me këtë këtu. Sigurisht shikoni edhe këtë koleksionin e këtyre librave, çfarë kopertinash. Mirë, ula këtu tek bari që ndodhet po në katin e njëjtë me librarin, do t'ju tregoj disa libra që mora. Advent kalendari më pëlqeu shumë, po nuk e bleva se Bato shumë i vogël, kushtonte diku tek 30 euro diçka e tillë, por ishte një dhuratë shumë e lezetshme nëse doni të bëni një dhuratë. Personave që kanë qef librat. Unë hargjova 28 euro. Nuk e di duk. I mora dhe historinë Batos. Miqtë e vërtet. Pastaj mora 100 fjalët e para. Edhe pse Bato i din, po ishte shumë fani se mund ta lexosh me të një farë mënyre të thot fjalët, sepse nuk kam nga ato kartat. Kam dash gjithmonë të blej, janë ato kartat që i tregon dhe fëmia të thot fjalët, po nuk kam pasur asnjëherë si ato. Dhe bleva një nga këshillat në Instagram që kam marrë për autor shqiptar nga Artan Fuga Murgu. Tani shpresoj të jetë i bukur siç ma thanë. Dhe unë mora një çaj kamomil, do ta lë Baton të flejë dhe pak. Edhe po mendoja ta zgjoja dhe ta fusa pak të lodrat. Këtu kam ardhur edhe një herë me Voltide nëse mbani mend. E shikoj gjithmonë online këtë këndin e lodrave këtu dhe më duke i madh i bukur, por është realisht i vogël. Megjithatë unë do përfitoj nga rasti, do ta fus që të luaj atje. Dhe më pas do lëvizim, sot ka një herë të tmerrshme, siç ju thash, tani u ftyllova pak, po shpari isha bërë kështu si nga ato shtrigat. Afër në Lake View është një kënd lojrash shumë i bukur, komplet druri.
Vinë shpesh dadot filipineze që sjellin fëmijë për cilën kujdesen. Ne kemi zbuluar rastësisht dhe ndonjëherë e kemi çuar Baton kur ka shi, ndoshta mund keni parë ndonjë vlog. Por që sot që e kisha pak më pushim para ditën që mendova që mund të kalonim diçka më ndryshe. Megjithatë nisa të bëj gjërat që më pëlqejnë, libraria, çaj dhe pak kohë për veten. Do mbyll disa emailë këtu në telefon, përfitoj nga rasti, derisa ta zgjem sërish Batolinën. Që kete dore, të regoje pak? Oh. Mirë, bravo. Do e marrësh dhe delfinin. Varka u përmbys, u përmbys! O Bato, u përmbys vark. Jam këtu me Baton, ullëm që të ham trek, kështu date me Baton këtu tek Era, sepse ka gjëra që Baton mund t'i hapër si shkripës, po do mbyllim syrin sot. U zgjua nga gjumi shumë keq, sa që e qova sërish tek ai këndi lorave tek ETC-ja, por edhe këtë herë nuk e pëlqeu, filloi të çaj me një herë, nuk e di pse nuk e pëlqen atë ambient, ndoshta duhet ta marr kështu si sign, kështu. Opa. Pastaj vizituam Tigerin që është hapur tek Rruga e Elbasanit, Iriu, por edhe aty u futa thjesht për t'i marrë diçka Batos. Faleminderit. Nuk kishte gjëra që dëshiroja dhe më shumë hyra për t'i marrë diçka Batos për ta hutuar, se u çuar realisht shumë keq nga gjumi dhe blem ca si goma në formë kaftu, në formë breshke, balene, delfini dhe tani është duke luajtur dhe porositëm për të ngrënë. Këtu është pilaf për Baton dhe për mua ka një sallat Cezar me bacon krokant. Nga sallata ime, po nuk është për ty, do bësh pis. Futet e pjakat. Ta vendosim gushoren, prit sallatën se çfarë lëm këtu. Dhe ta vendosim këtu. Dhe ta heqim fare bluzën. Këtu kemi pilafin, patatet. Kjo është pjata e Batos, por është duke ngrënë nga pjata ime se di qa, po ja shikoj. Është gjiza jo. Që të bëj? S'po ta varshëm, po ti t'regon. Mirë, babi, ku ish? Po ti veti ku ish, babi, dhe pastaj t'i regullon babi, pra. Po që ka ku ish, babi? S'kaq, e regullojnë, pra. Qa është kjo? Qa është kjo? Po qa është kjo? Po e di që është prish, po si ka emë? S'do t'a dhot. Po kjo? është breshka ujit. Ndalesa e radhës është tek shtëpia me gjethe. Cilësohet si një nga Opa! Besoj u kuptua që jemi tek Kisha Ortodokse. Cilësohet si një nga muzeet më interesant aktualisht në Tiranë, edhe pse nuk ka shumë, sepse janë duke ristauruar një pjesë e madhe e tyre dhe është nga gjëra që urrej më shumë, por që bileta ishte 700 lekë të reja, pra 7 euro, për Baton nuk pagova. Nuk e dia do mundem të filmoj shumë brenda, por që jashta që ka shumë bukur dhe Batos po i pëlqen shumë, se deri tani nuk ka qenë me humor të mirë. Jo, janë plerat aty, futi ato gurat aty brenda, shumë mirë, bravo. Hajde tani futemi te muzeu. Ka një vend posaçëm për fëmijët dhe gjëja më cute që kanë bërë këtu
Kjo ka si kinema e vjetër me këto filmat e vjetër. Ishim dhe tek Mulliri, siç e pat nga imazhet, mora një ginger latte që e kishin nxjerr tani për Krishtlindje. Ishte shumë i ëmbël, kush ka qef gjërat e ëmbla dhe shihen e qumshtit, okay. Unë nuk kërse kam qef gjërat shumë të ëmbla dhe çajin e pi pa sheqer, dhe gjithashtu qumshti nuk është ndër gjërat që konsumoj. U bën shumë vite, që kur kam qenë 18 vjeç e nuk e kam pirë më qumshtin, deri 18 çdo mëngjes haja pshesh me qumësht, nuk e di besoj si gjithë ne, mosha ime, dhe një moment nuk mu shpi faq shumë qumshti sa nuk e duroja dot dhe që atëherë nuk kam hëngër më. Kjo zhurma që po dëgjoni është Bato që filloi të çmontoj gjithë shtëpinë. Shtëpia është në një situatë sot që se keni iden, duke qenë që dola mëngjes, përfitova nga paraditja përpara se të ikim punë. Dhe kur të kthehet nga puna do më duhet që të merrem me gjithë shtëpinë dhe romujen që po vazhdon të bëj Bato. Ndërsa Bato mori një muffin, ja mora thjesht ta kishte diçka në dorë që edhe po qese hungry, po qese ja mora që edhe ndërkohë që unë pija latten, ginger latten, ai të kishte diçka përpara sepse ndryshe do vinte të kërkonte timen. Zakonisht nuk është se jap sheqer siç keni vënë re, por ka patur në një raste të rralla që i kam bler një muffin. Se tani do vi momenti dhe për të, por mundohem t'ja limitoj sa më shumë që t'jetë e mundur. Ose sa më pëlqen film. Dje tentuam që të vendostim, siç ju thash, televizorin, dështim sepse duhet ta ngrejmë dhe të blejmë një mekanizëm të ri. Dhe kishem ka ngel akoma ajo pjesë për të dekoruar. Çfarë do bëj? Doja t'i tregoja pak gjërat që kam marrë sot, që kaluam ditën jashta me Baton, ditën. I kaluam disa orë të mira. Shisha e ujit, më keni pyetur për këtë, e gjeni te Osmani, kushton diku tek 6 euro. Ngrihet kjo për të pirë ujë, tani duhet ja laj se e kemi prekur. Tani unë do kisha qef që t'ishte në qelq, por du të kuptoni diçka që Bato e gjuan dhe me qelq bëhet pak e pamundur, ja erdhi ta marr ujin. Pastaj këtu tek xhepi përpara më, unë kam çantën e Poredut akoma që përdor. Më shprishur vetëm njëri nga zinxhirët, ky është në rregull, po më shprishur vetëm tjetri. Merre këtë. Më shprishur vetëm njëri nga zinxhirët, njëri anë se ka 2 anë, kështu që vazhdoj shfrytëzoj tjetrin. Kam 2 vite që e shfrytëzoj non stop. Tani këtu kisha çantën e aparatit që bëj vlog, e kam bler bashkë me aparatin dhe këtu kam baterit për të ndruar. Ja, kam 2 bateri shtesë të karikuar dhe karikuesi i telefonit tim. Zakonisht marr dhe skedën me vete, është një si tip skedë. Unë e quaj skedë, po është adapter që fut skedën e memorjes që bëj regjistrimet dhe lidh me telefonin nëse dua të kaloj me një herë një foto diçka, ndërkohë Bato erdhi këtu të merret me këto. Na Bato? Po s'preku çdo gjë, po s'mori çdo gjë, është e pamundur. Tani këtu e keni parë 100 herë çantën e Poredut, këtu kam pelenat. Mora gushoren e silikonit, të cilën e lava para se t'iki nga... Ta hap, po. Vetëm mos bëj ashtu sikur s'hapim në herë gjëra. E fshiva me letër të lagur komplet që mos të kishte undyrë kur kthesha në shtëpi. Batania. Kjo është një e re që kemi marrë pak më të madhe nga ajo çfarë kemi pasur. Kemi pasur një bezh nëse e mbani mend. Pastaj letra të lagura dhe kam marrë sigurisht ndres, body, tuta edhe hoodie.
Po nuk hapet ajo, aq është ajo bateria, bato. Mirë, aq është, shikon. Pastaj sot kam marrë edhe këtë nga Hello Baby Box që vazhdoj akoma ta përdor edhe këtë. Kjo është për changing, sepse dhe këtë është me plasmas, këtë është normale. Edhe këtë u bën 2 vite që e përdor non-stop, janë disa gjëra që janë blerë dhe vazhdojnë të përdoren. Në rregull. Po bato, merr edhe këtë pincën, bëje këtu. E shikoni dhe ndimsin tim, kujdes këtu. Futi këto këtu brenda, futi këtu. Tani te xhepi tjetër, ku zakonisht mund fusni edhe tabletin, telefonin e të tjerë, kisha marrë ngjyrat me vete, ato që bleva te Megateku, nëse e mbani mend te vlogmasi i parë. Dhe sërish këtë për të pikturuar. Dhe bashkë me to kisha marrë Dainon. Nëse mbani mend, kjo ka qenë te torta në qerë dhe batos dhe e kanë nga Dainot e preferuar. Dhe makinën. Bravo! Tjetër, ja është dhe kjo kutia që blem bashkë me ato kafshët. Ato no, ma sill baterin këtu mamit. Sille këtu jo! O zot, sa vite ka, kjo mund ketë më shumë se 12 vite, kam bler në Tajland dhe vazhdoj e përdor, janë lekët, kartat. Kisha dhe këtë lip kombon me vete, edhe të tjerët janë shumë të mirë, por ky është i preferuar im. E thënë kjo, tani do t'ju updatoj pak për sa i përket muzeut. Shtëpia me gjethe është një ndërtesë që ndodhet përballë kishës ortodokse dhe fillimisht u ndërtua në 31-shin si një vend që përdorej spital për të lindur. Më pas, gjatë luftës së dytë botërore u vendos aty Gestapoja, që ishte si shërbim sekret i nazistëve. Dhe më pas përfundimit të luftës së dytë botërore, u shndrua në vendin bazën e shërbimit sekret të shtetit në atë kohë. Pas rënjes së komunizmit, në 2017 u shndrua në muze për të rikujtuar të gjithë njerëzit që janë persekutuar dhe torturuar dhe përgjuar e tjerë me radhë në periudhën e komunizmit. Madje ka marrë edhe një titull për këtë gjë. Muzeu është shumë interesant. Zakonisht mund të zgjasë pak a shumë 1 orë e gjithë vizita. Unë e bëra pak më shpejt, sigurisht isha me batën dhe nuk është se ndalova dhe pazhë çdo gjë. Më pëlqeu shumë dhe pjesa e kinematografisë dhe disa instalime që i lidheshin me dokumentacione, kinema, intervista nga persona që janë persekutuar ose Rio. Lëshoj Rio një klithëm dhe shkova pash se çfarë kishte, po më duket ishte duke kruar diçka veshin dhe kishte hequr pak lesh. Nuk e di që më ka gjetë domethënë me këto. Mirë, disa gjëra interesante lidhur me këtë muze është fakti i emrit, quhet shtëpia me gjethe, sepse e gjitha fasada hyrja ka qenë mbuluar komplet me bimë kacja vjerse dhe ka qenë një mënyrë se si e quan njerëzit, pra është një shprehje më shumë popullore. Ndodhe mund në qendër të Tiranës, por asnjë nuk e ka ditur realisht funksionin. Kjo i shërbente shërbimit sekret për të përpunuar të gjitha informacionet, përgjimet, kishte dosje, e tjere, se nuk po i hydhe gjërave të tjera që lidheshin me torturat. Ndërtesa ka dhoma të vogla sekrete, ku aty bëshin montimet, kalimi i kablave e të tjerë, nuk e di, nuk arritëm dot t'i shihnin, besoj, nuk e kuptova shumë mirë, por ishte pak si labirint i gjithë ndërtesa dhe mund ta kuptoj. Madje në çdo dhomë shkruaj me të madhe kujdes, në dhomë përgjoheni sepse me sa kuptova unë, nuk e di, ndoshta gaboj, por si duket do ketë akoma përgjues qimiqi ose e kanë bërë për, domethënë, o ka realisht kështu ose e kanë bërë për efekt përjetimi, sepse i aty brenda ku bëshin përgjimet e të tjerë, nuk e di. Se po hythem në analizë, domethënë o kjo. Dhe me sa kuptova unë, është lënë pikërisht vetë nga personat që kanë punuar për këtë muze,
për të dhënë atë ndjesinë e ankthit, marrjes së frymës me këtë sistemin si labirint. Shumë gjëra, shumë pajisje, shumë pjesë të muzeut janë ato siç kanë qenë, pra kush është marrë me kurimin e muzeut, shumë pjesë i ka lënë siç kanë qenë. Dhe duhet kuptoni që edhe vetë punonjësit që punonin aty përgjoheshin, kështu që mund të kuptoj edhe ato shkrimet atje sipër që mund të jetë realisht vërtet. Tani po më dyshimi, a jemi përgjuar apo jo sot? Në 2020 ka fituar çmimin evropian për muzeun që kujton më së miri diktaturën. Dhe them drejtën është interesant sepse unë ndër shumë vendet që kam vizituar si në kontinent ashtu dhe në kontinente të tjera nuk kam parë një muze të tillë, por edhe mund të ketë se nuk është se kam qenë në shumë vende me diktatura si e jona. Mua më duk shumë interesant, çmimi ishte 7 euro, 700 lekë të reja, për baton sigurisht nuk pagova, ja vlen, shkoni shikojeni, mendoj që është një muze shumë interesant për t'u parë, sepse aktualisht në Tiranë nuk është se ka shumë muze, dhe kjo gjë nuk më pëlqen. Fakti është që batu u kënaq shumë. Pjesa e muzeut ishte pjesa e tij e preferuar. Faktikisht kur ka qenë akoma dhe më i vogël i pëlqente shumë të shkonim nëpër muze dhe kjo gjë nuk ka ndryshuar dhe shpresoj të vazhdoj dhe të ketë akoma dhe më shumë kuriozitet se na lehtëson dhe ne qefet tona. Dhe kështu, sot dita ka qenë pak e çuditshme, klima ka qenë e tmerrshme, nuk po na ikën ky shiu, kjo era. Por mund të them që ja kalova shumë mirë, edhe nuk e di si e mora riskun të kaloj gjithë të orë vetëm me baton nëpër qytet, nëpër trafik, nëpër bare, nëpër dyqane, nëpër muze, restorante, i mora me radhë, por them se u kënaqëm. Mendoja se do i pëlqejnë më shumë lodrat, siç ju thash, por nuk ju pëlqejnë, por do jetë një eksperiencë që duhet të ribëj patjetër, sepse edhe batu u kënaq dhe unë pata pak mundësi të kaloj kohë vetëm me të. Tani është bërë më vështirë sepse ai shkon që erdhi në orën 9, 8:30 dhe e merr hekri rreth orës 4 dhe unë nuk arri dot ta marr asnjëherë sepse unë jam në punë mbas dite dhe tani kam filluar o mbaroj në orën 7 ose kur mbaroj 2 ditë në javë në orën 5 që kthehem, e kam marr hekri ore 2 kurse pjesën tjetër të javës jam duke mbaruar në orën 7 darkës dhe kjo bën që unë ta shoh mëngjes herët dhe në darkë vonë baton dhe kjo është një nga pjesët që më trishton më shumë për sa i përket putës time, pavarësisht se kam fleksibilitet para dite dhe siç pata mundësi sot që nuk e çova në çerdhe dhe thash, "Ok, bato, sot do kalojmë një pjesë të ditës bashkë." Shpresoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer, sepse po mundohem që çdo ditë të sjell gjëra të reja. Mos harroni të lini komente, ju lutem, edhe të bëni share videot. Do shohim pak çajrat. Unë kisha fshehur këtë, prandaj edhe tek video e fundit nuk e kam treguar sepse ja erdhi bato, e kam marrë dhe mi ka hap të gjitha. Prit, largo xhic këtu. Prit. Kështu që opa, do hapim bashk 3 ditët që nuk i kemi hapur. Merre bato. Ja e mori bato sërish. Dita e 4 është super berries. Këto zakonisht janë pak acide, më pëlqejnë, por preferoj të shihet pak më ndryshe. Kjo është Revive Me dhe që ka shumë interesante. White tea, moringa me kanel, lemongrass, ginseng, besoj se do më pëlqej, ka shumë specie. Dhe unë kam qef shumë çajrat me specie, plus ka dhe kanel, që tashmë e dini që është një ndër preferuarit e mi. Dhe data 6, që është sot dhe që ka fix për datën e sotme, nuk e di arrit ta fokusoj. Ja. Quhet Energize Me dhe fix për të më dhënë energji dhe dua të shoh pak për bërësit. Mente, lemongrass, cinnamon, kanel, organic ginseng, pra fix që ka pak e ngjashme me pesën, por me specie, me erza që më pëlqen mua. Tani unë do bëj një çaj se ky bato ja shikoni. Filloi t'i heqi gjithë kokat. Shikoni. Nuk m'la asgjë ky djalë. Do shkoj të bëj gati çajin dhe do iki në punë. Ne do shihemi sërish nesër
Faleminderit që po na ndiqni në këto vlogmas. Ciao ciao.